Tregon Muhammed ibn Thabit ibn Qais ibn Shimas al-Ansariu, thot, në betejën e Yemames, kur muslimanët u tërhekën në betejë, se betejat janë të tilla, nuk është herë hujum, kanë herë tërhekje ka, normal. Thot Salimi, Maula ibn Abi Hudhaifata, thot kështu s'kemi ba kur ka qenë gjallë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Çka boni? Për mos me leju veten me ik, e boni një grop edhe shtini veten te, shpatën edhe luftoj ke pa ik për vendit. E ky tregim normalisht që vazhdoi me luftu kështu derisa u vra edhe ra shahid në këtë betejë. Ky tregim ma kujton pastaj një tregim në kohët më të fundit, para 100 vjetëve, luftën e muslimanëve në Libi kundër okupatorëve italian, luftën e Omer ibn Mukhtarit kundër okupatorëve dhe edhe ata, për të mos ik nga fronti që ku numri i muslimanëve përballë tjerëve ishte i pakrahasueshëm, i pabarazueshëm. Ata çka bënon? I lidhen komt me pej. Mos me mujt me ik prap. Veç me met përpara, me luftu, ose me fitu, ose me ra shahid, ama jo me ik mbrap. Do të vazhdon historia, vazhdon tradita e Hazreti Alis radiallahu anhu, që tha unë prazmorën veç përpara, tha për mas nuk në pse, tha se mos me qa gjallë të kthej shpinën në armikut. Do të edukim në guxim, të rimni, me një të balë për balë, ose fiton, ose shahid shkon, e treta nuk ka mundësi me ndodhë.